S'ka leq në Kosovë se ti në burg e që da është më shku. A beson ka herë një me më shkojnë met, a thua kisha pështu në burg, a më kish myt, na i kasha zdia, kisha mbijetu. Se kështë, për dësene jam shumë e butë, për dësene jam pak ekstrem, zdi shanca 50-50. Po nejse, hajtë po këthim të pyetja. Ka herë një me na duket neve se nuk ka ligje në Kosovë. A din çka është ilegal? Ilegal është korrupsioni, ilegal është nepotizmi, ilegal është mu vjedh pare të nderave, ilegal është me shfryzu pushtetin që e ki për të mirën tonë personale. Shumë sene janë ilegal. Edhe kundër gjithë shkafe që e përmena, ka ligje në Kosovë, por nuk ka njerëz që e qesin atë ligjin stan. Nuk dënohet kërkosh. A fjalët e mia nuk janë ilegale, se fjalët e mia e dojnë të mirën të Kosovës. Unë e kom qef me pa Kosovën mirë, unë e kom qef gjenerata e reje më pas oportunitete si në ekonomi, si në politikë, si në edukim, generalisht në jetë, me pas një të ardhmen shumë më të mirë se sa e kem pas në Kosovë. Unë e po kom qef institucionet tona më funksionu pa korrupsion. Unë e po kom qef ekonomia jonë më ngrit e veç më zhvillu në drejtim duhur për tonë, e jo veç për ata se punojnë në kompjutera. Okej, po për tonë. Unë e kam qef krejt popullatën me opatu ngrit, individualisht po edhe në kolektiv. E cila pjesë e qity në sanëve është ilegale. Tash besoj se është nevoja më ta sfigu fjalën ilegale, kuptimet e fjalës ilegal, se në qatë pikë më do këtë s'kem ra, dhe përse piza edukimit e kem shumë keq, po në qatë pikë besoj se s'jem. Shumë ma shumë se sa që to fjalë janë ilegale, këto fjalë për ty janë të pakëndshme. Se ilegale jo, po se s'pëlqejnë pe koptaj. Janë fjalë të pakëndshme, janë fjalë trauna, janë tema trauna, janë fakte që nuk të pëlqejnë se dikush i thot drejt. Sidomos kur flas për herot e Kosovës, e di se s'ju pëlqen, mendimi jam. Ama nuk ja kom nis TikTokot për me ju pëlqy, po për me ngrit Kosovën, e me përmirësu situatën tonë në Kosovë. Kështu se me mohu fakte që kena mohu se 26 vjet, neve s'na ka qit fort mirë. Kështu se hajde provojmë diçka të re edhe të thojmë të vërtetën në mënyrë ashiqare. Për mos më keq kuptu kërkosh, e qaja është e pakëndshme për ty, se ilegale nuk është, po s'të pëlqen. Je njerë emocionalisht fragil, nuk i reziliencë. Që të ndrësh, s'po di që është me arsitu këtë koment. Fakti që unë jam shumë direkte për shumë sene, edhe nuk heku zor më konë shumë direkt, më bjen shumë letë, se është pjesë e karakterit tem, nuk është që s'respektoj, nuk është që më gjende me respektu dikon veç që jam shumë e sinqert, shumë direkt. E di se popullata jo nuk mësu, mi thonë dikush të sene shumë direkt, pa bërtit, pa shoh. Na nuk jena mësu me pas një bisedë normale, pa e shoh njëri tjetrin. S'ki faj se duket ilegale, se nështë një me në qatë aspekt jam pak ilegale. Kur ka ndodh korrupsioni, nepotizmi, vjedha e të nderave në Kosovë, në mënyrë shumë ashiqare, se s'keni bërtit që atë, ilegale. Po vjeni të unë në TikTok, të videot e mia, e ma tashne me ilegale të Poçtin burg. Se s'keni komentu që sosane kur sinqerisht ka ndodh sene ilegale, a kur profesorat e kanë ngacmu nxënësat në mënyrë seksuale, e kanë keq përdor pushtetin e vet në mënyrë katastrofale, që aty s'keni postu ilegale, apo jeni pajtu se apet e manë pozitën e vetë në universitet. Na shumë raste kem pas ilegale, ku u kon me ven, mu tranu krejt si popullat, edhe mu shku e mu protestu, edhe mu halakat. Po ju, aty s'keni halakat. Po të dikush që bërë video online. A din sa interesant është me realizu se në Kosovë ma përpara e denujmë dikon që është i sinqert e është direkt, se sa dikon që bën korrupsion, se sa dikon që ngacmon dikon në mënyrë seksuale, se sa e denujmë dikon që o gjet në vill me një fëmijë 14 vjeçar. Ma përpara ju më gjykoni mu e sinqeritetin tam se njerëz që e meritojnë me gjyku për sa që janë gjallë. A din sa shumë sene të mrapshta jena të trashigu me qito sjellje online gjeneratës të re. Çka jeni ti kallëzuje gjeneratës të re me qito sjellje online se ton për juve, ose shumica jo ton, shumica për juve që për më komentari qito sene, jeni burra me fëmijë, me familje. Nuk jeni reni që s'dene s'ju ka develop frontal lobe, a din nuk është që s'ju ka zhvillu truni halo. Po jeni njerëz se jeni të trashigu diçka fëmijëve se nuk është keq më vill, se nuk është keq më rajt, se nuk është keq me ngacmu dikon në mënyrë seksuale edhe përse është fëmijë, se nuk është keq me prek një fëmijë në vende ku nuk duhet në vill.
që to sene jeni të trashëgu. Në vend se më mirë me që tha, jo vini të komentet e mia. S'po di që me thonë kësaj. Jo e di që të me thonë. Është një Kosovë që unë nuk du me përkra. Unë nuk du me jetu një Kosovë ku që ajo është realiteti e shoqënisë tonë. Nuk du me thonë që jam kosovare, ku që kjo që të sjellje pasqyrojnë shumicën e Kosovës. Nuk më flet rahat me ditë se shumica e njerëzve në Kosovë mendojnë çështo. Unë nuk më flet rahat, edhe s'du më flet me këtë mendim. Kështu se para se apet komenton që sosa në pa lidhje, se ti edhe njerëz tjerë, pyete veten, çka është të pengu faktikisht se kjo nuk është të thonë diçka kundër të mirës Kosovës, çka në vetë saj është të pengu. A është e vërtet, a është mendim personal, se këto janë dy sene të ndryshme. Edhe unë ka herë postoj për mendimin tim personal, ka herë ndoj fakte, ka herë emocione, nuk është gjithë fakt, po do të më konë gjendje, sidomos nëse je burri pjek, me do njënën pe tjetrës, me do realitetin, faktin, prej mendimit tem personal. Inshallah jenë gjendje me do njënën pe tjetrën. Edhe heshtja, kur kujt si ka bu hajrë, kujna i ka bu hajrë heshtja, kur kujt. Heshtja veç të viktimizën, të bën viktim për sa që jesh gjallë mos më fol. Inshallah më zot, ma jap zote këtë fuqi më fol sa të jam gjallë. Okay?